Tregom në shtëpi, a je ai fëmia që gjatë gjithë kohës vallëzon? Po. Qa e lëshan muzikat tua apo i kin kohë kështu? Jo, i shoj muzikat. Qa thojnë vllazënit? A ki dy vllazën apo? Po. A ju pengon? Ka pak. Ka pak. Ti e mërzitesh që ju pengon hiç? Jo. Bravo, po mënejse, vllazët kur luajnë futboll, ti i lën të lira, po? Po. Nuk të pengojnë. Jo. Te ki botën tone me balet. Po unë dëgjova prej mësueses Dafina që ti përveç baletit që e ki kash pasion, në ndërkohë je edhe në profesion të baletit, je shumë e mirë edhe në piano edhe në këndim. Pianon ke fillu tash së fundmi, apo? Po. Qa po të pëlqen ti piano? Kongat, që është bashkë me balet. Po. Apo duket vështira, i ke mësu notat, apo të vjen lehtë? I ke Po, e mësu lehtë. notat? Qa mund është me performu vetë me një piano, nëse e ki një piano? Cilën pike ke mësu? Dykesh për mbi vetull. Apo, bravo. Mu më tha edhe që ki zosh shumë të mirë, po hala s'ke fillu me këndu, apo? Po. A ke mendu me këndu, me qenë edhe këngëtare? Ki qef? Si kush ki qef me qenë? Si Durata Dora. Si Durata Dora, cila këngë sot të pëlqen? Vonë. Kënga Vonë. A mund në shkurt veç pak refrenin e këngës Vonë? O, të paskaro, ty met për mu. Sa e miri e mojhon. E mu më thanë mame që ti ngon shumë muzikë të huj, anglisht. Po. Kush të pëlqen ma shumë prej këngëtarëve? Bruno Mars edhe Lady Gaga. Tash je të mirë hona. Cila këngë e Bruno Mars të pëlqen më shumë? Die with a Smile. O, këngë ma e mirë e tina. A mundesh me këndu edhe këta fakt? Po. Hajde. I just woke up from my dream, but you and I have to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realize. Bravo, Hona. Për një me ki një energji shumë të mirë dhe unë besoj që mësusja Dafin ka me nxjerrë edhe këtë talentin tënë për muzikë edhe me qenë edhe këngëtare. Garant. Garant. Apo më pëlqen shumë siguria jote, po e din veten edhe po don me luftu për çato.